المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të kanë Allah subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah që në pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, sonte fillojmë me shpjegim në librit Al-Istiqama të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. E ky mësim ka më zgjat inshallah një muaj, mas pako. E nëse e shohim se kena mundësi me vazhdu ma tepër sa një muaj, kemë me vazhdu ma shumë se sa një muaj. Mësimet mon mas namazit jasije, sigur që fillon sot. E kemi zgjedh këtë libër, cilën e ka shkruar dietari i madh Ibn Taymiyah rahimahullah, në kohën sa ka qenë në Egjipt, e në këtë kohë ka qenë në Burg. Libri Al-Istiqama i përmbledh rregullat që i duhen besimtarit për me qëndrua në fenë e vetë, edhe me njoft dinin, fenë, çështjet, meselet me njoft me argumente. Dhe normal se mësimi i fesë nuk është i lehtë. Mësimi i fesë është i vështirë. Dhe çdo kush që ka dituri fetare, ka dituri të pastër fetare, ajo ka marrë me vështirësi. Dituria fetare nuk mirët lehtë. E për të shihni se shumica tash e muslimanëve nuk kanë dituri. Nuk kanë dituri fetare, çfarë duhet me pas, për shkak se pretojnë me lodh veten e tyre duke mësuar fjalën e Allahut e fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do thonë çështja e parë për me mësua fen, duhet me ditë se është vështirë, duhet me ditë se është zor, nuk është lehtë. Çështja e dytë, kësaj vështirësie duhet me vendos në jetën e pastër. Me mësua fen me një të pastër, me fitua me këtë mësim kënaqësinë e Allahut, me mrije kënaqësinë e Allahut, me mrije shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E çështja e tretë, me hek syfaqësinë. Ai që dëshiron me mësua diturinë fetare, do të më lodhë në një, do të me pas jetën e pastër që diturinë e vetë me mësua këtë dituri që mëson vetëm me afru te Allahu subhanahu wa taala, edhe me hek çdo lloj syfaqësie ose çdo lloj interesi tjetër i dunjos që mundet të më vështirë në mësimin e kësaj feje, mësimin e këtij dini. Pastaj me i kushtua vëmendje, me i kushtua rëndësi argumenteve që ka prua Allah në Koran, argumenteve që ka prua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe me lutë Allah subhanahu wa taala që me të mësua kuptimin e këtyre argumenteve. Për shkak se ka shumë njerëz që e kanë mësua Koranin për mensh, e din krejt. A unë ja ka mësua Allah subhanahu wa taala kuptimin e drejtë argumenteve. E ka njerëz që kanë mësua librat e hadithit gjitha, i din përmensh. Por se problemi që ndron se nuk e kanë kuptuar ose nuk e ka lehtësu ose mësu Allah subhanahu wa taala që ta bën kuptimin e këtyre argumenteve ashtu që e kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kuptimi i argumenteve sipas metodës shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam është shumë e rëndësishme. Edhe çdo kush që ka nxjerr kuptimin e këtyre argumenteve nga metoda që e kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai ka deviju. Grupet e devijuara që i shihni sot e që kanë filluar qysh herët që kanë me vazhduar deri në ditën e Kiametit, nuk është problemi se ata nuk i dinë argumentet. Ata i dinë argumentet. I din ajetet, i din hadithet që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam. E i din fjalët e ulemave, nuk është që si din. Por problemi është se ato kuptimin ja kanë ose që shka ndoshtë vetë ata, ose që ka imponuar pushteti ati veni me interpretua, me komentua ato kuptime, ose si pas frikës që kanë pas e kanë dhru kuptimin atyre argumenteve, ose si pas ndonjë interesi e kanë shpjegua dhe mesin.
Se kur debatojnë grupet e devijuara, ose kur kanë sulmu grupet e devijuara e Sunetin, gjithmonë e kanë sulmu me argumente. Prej fillimit kur kanë ndodhur Khawarisht, ndalja e grupit parë devijum Khawarisht, ata kur kanë sulmu e Sunetin e kanë sulmu me argumente. Me argumente që i kanë zirë për Kur'anit e hadithit pejgamberit alayhi wasallam, me ajete me hadithe. Amo komente i këtyre ajete me haditheve nuk u konë si komente i sahabëve. Pastaj një grupi i dytë i murxhiheve që akuzojnë edhe Sunetin edhe Khawarisht, po ashtu me argumente. Me ajete që kanë në Kur'an, në hadith, por jo sipas kuptimit shokëve të pejgamberit alayhi wasallam. Pastaj vinë grupet e tjera Mu'tazile, pastaj vinë grupet e tjera Ash'ariyë, Maturidi e tjerë, të gjithë kanë polemizuar me argumente. Edhe të gjithë librat e tyre i kanë mbushura me argumente. Nuk përmendin vetëm se ajet që ka në Kur'an, hadith që ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, ose fjalë dietare, por se defekti, problemi është e shpjegimi ose komentimi i këtyre ajeteve sipas asaj që ka shpjeguar pejgamberi alayhi wasallam, edhe sipas asaj që kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhi wasallam. Nëse çështjet fetare metën pa ndryshuar. Çështjet fetare, çështjet e fesë, çështjet e argumenteve, neve nuk na kanë metë në dorë me udhon dispozita, ose me udhon kuptimet ajeteve e haditheve. E joni është vetëm me lexuar tekstin, ajetin edhe hadithin e pejgamberit alayhi wasallam, edhe me mësu kuptimin për sahabëve, e për selefëve të parë. Çka është? Çështja e problemeve është e lehtë, alhamdulillah. Na nuk e kemi atë ngarkesë që kanë pas shokët e pejgamberit alayhi wasallam me të bu Kur'anin. As nuk e kemë atë ngarkesë që kanë pas zonata e dytë e tretë me të bu hadithet. As nuk e kemë ngarkesë me klasifikuar çdo hadithe janë sakta, çdo hadithe nuk janë sakta. Neve gjithçka në fenë ka hazër, alhamdulillah. Gjithçka është e gatshme, e saktuar, e drejtuar, e komentuar, edhe nuk metet për besimtarin vetëse me lexuar këto argumente, domethënë me dhënë kohë këtyre argumenteve, me përdor logjikën e vet, me përdor mendjen që ka dhënë Allah subhanahu wa taala, por me kuptuar këto ajete, a më janë nështruar mendjen e vet, logjikën e vet, më janë nështruar këtyre argumenteve, me pastruar veten e vet prej syfaqësisë dhe me lutë Allahun subhanahu wa taala që këtë fe ose këtë dituri të mësojmë veç me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Se vallahi nëse mësojmë ndonjë çështje, ndonjë mesele me ndonjë qëllim tjetër, jo me mrik kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, ajo dituri është e pavlerë. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam hadith, 3 llojet njerëzve, të cilët e mësojnë diturinë për 3 arsye, Allah subhanahu wa taala nuk ka më shikuar atë ditën e Kiametit. As nuk ka më fol aty në vet. As nuk ka më afal gjënon. Ata se jo që kanë fituar diçka për mësimin e fesë që kanë bërë. Përkundrazi kanë humbur. E humbin që Allah subhanahu wa taala mos më fol, e mos më shiku, e mos më afal gjënon ditën e Kiametit. I pari ai që e ka mësuar diturinë me polemizuar me Allah. E mëson dikush i mëson disa argumente, edhe anis, filoni e kështu, filoni e ashtu, ky argument ka ashtu, ky ka thënë kështu, nuk e ka qëllimin me mësue muslimanëve çështjet e fesë, po ka qëllimin veç me bo fitnë në mes e muslimanëve. Ai s'bën, ky bën, ai e ka thënë këto, ky s'e ka thënë këto, ai ka folur për kështu, ky ka thënë për atë kështu. Nuk është sinqeriteti, qëllimi i vet, nuk është me mësue fenë vet për veti, e me u bë dobi tjerëve, po është me bë polemik, me polemizue mesin e muslimanëve, me gjetë ata cilët nuk kanë dituri, ose ata cilët kanë dituri e kanë ndonjë lëshim, ose ata cilët kanë dituri me munua me nxjerr prej diturisë vet ose prej rrugës që janë të ecë. Dhe ai që mëson diturinë për këtë mesele, ai humb. E dyta thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai që mëson diturinë me i thon dikush se po din. Ky e njeh këtë mesele, ky e njeh këtë çështje, ky e din këto, ky e din këto, e din një gjys Kur'anit, bele me i thon mos më përmend edhe titullin kanë erdhur diku i vje kogjë mërzi, i kogjë i notë. E kjo për diturinë veçanti, po është edhe për këtë veprat. Për këtë veprat që janë ibadete. A keni po shkon dikush pe njerëzve në haxh, kur të kthehet me i thon nemën apet, ku gjë i vjen mërzi, s'u thu haxhi, po ti sikon haxh për mua. As nuk e kanë nëse e shkuar në haxh për me
krye obligimin që të ka obligua Allah subhanahu wa taala, ke shku ki marrë ata. Nëse ke shkuar në haxhe më ku të kthesh me ta njerëzit, a haxhia mujta e mirë që shekë s'ka vlerë për gjë. Edhe për namaz, e njëjta edhe për dituri e njëjta. Ta nëse mëson diturin, e thuhet dikuna për njerëzve që ka dituri, mos më përmend titullin që e ka, po që mërzitet se s'ke thonë mua ma titullin që e ka marrë. Mirë po titulli që e ka marrë ose dituria që e marrë, a është marrë mu arrit kënaqësia Allah subhanahu wa taala, a është marrë mu arrit me të thirr njerëzit me terma të larta. Për to ai që e mëson diturinë i dyti, për me i thonë njerëzit i ditur, s'ka fitu për kësaj diturie kur gjo, për kundrazi ka humbur për kësaj diturie. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith, 3 njerëz, ose me 3 njerëz, ose me 3 lloj njerëz, Allah subhanahu wa taala ka me fillu, ka me nis zjarmin e xhenemit. Të parë që kanë me hinë zjarr. Njëri prej tyre, thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai që ka pas dituri, ai ka pas dituri, nuk gjon që s'ka ditë, ka ditë shumë ka ditë. Por të thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, i thotë Allahu subhanahu wa taala këtij, pse ke mësuar ti këtë dituri? Pse ke bati davet, pse ke thirr njerëzit në fe? Ai i thotë Allahu subhanahu wa taala për me arrit kënaqësinë tonë. Allahu subhanahu wa taala i thotë këtë por rën, se Allahu e din. E din se për shka ka mësuar në këtë dynjë. Allahu subhanahu wa taala thotë ti e ke mësuar diturinë për me thonë alim, faqad qila edhe të është thonë. E ke marrë, që ata për që ata shë e ke mësuar, ke marrë. Por to komentatorët e hadithit kanë thonë këtë koment se ky njeri ka pas dituri, sa që në dynjë populli ka njoftë alim. Që ka pas dituri? Nuk goni nivellet lult, nuk ka pas pak dituri, po ka pas diturit nalta që njerëzit e kanë njoftë me titullin më të lartë fetar, e kanë njoftë me titullin alim, por se kjo si ka bëu të bi. A çështja e tretë, a që mëson diturinë për me kthye fytyrat e njerëzve ka ai. Do thonë për me bë xhamat, me bë njerëz, me thonë se filonin po e ngojshin hallki, filoni po sheshin ta nders këta, te filoni po kthehen njerëzit po e pyesin, për çka po fol, nëse mëson diturinë me çet qëllim, nuk ka mri për kësaj kur gjë, përkundrazi e ka tërhequr me këtë hidhrimin Allah subhanahu wa taala. Për ta dituria mos të mësohet për me polemizua me të paditurit, ose edhe me diturit. Dituria mos mësohet për me arrit vetën e vetë, me thonë dikur se po din. E dituria mos mësohet për më kthye fytyrat e njerëzve ka ti. Dhe nuk mete të vetëm se me mësohet dituria për hir të Allah subhanahu wa taala. Dhe me plotësua këto kushte nuk është e lehtë. Me plotësuat gjitha këto kushte që dituria, ulja, ardha në xhami, qëndrimi në xhami, ndëgjimi asaj që është folur, kthimi me atë të shtëpia, me qëllimin e vetëm, veç me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, me mësuar ti që ata që Allahu ka zbrit, është e vështirë, nuk është e lehtë. Por se ata të cilët e mrin këtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala kanë me mrin begati të mëdha. Për shkak se ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kusht për me hije në xhennet, edhe më konë feja e pranume në këtë dynjë është dituria. Dhe gjithë djetarët e sunetit diturin e kanë llogarit prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. El-ilm, dituria është kusht më konë feja jotë në rregull. Nuk ka fe me trashëgimie, këm pas babën musliman edhe një musliman, ja, s'është musliman. Illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ka thonë Allah subhanahu wa taala musliman janë vetëm ata të cilët kanë besuar wa hum ya'lamun edhe e din fenë e vet. Kanë besuar e fenë e vet e din. Nuk e kanë fenë e vet me prova. As nuk e kanë fenë e vet që janë marrë menja aty në vet. As nuk e kanë fenë e vet pa argumente. Wa hum ya'lamun e kanë besuar fenë e kanë mësuar. Qysh mundet më konë një musliman, është në fe që 10 vjetë, në është që 20 vjetë, nuk din kur gjo për fesve. Nuk i din dispozitat që e prishin fen, e dispozitat cilat janë domosdoshme për me në fe. Qështë të dynjo, si din plot qerat që ka dynjo, din. Qështë në fes nuk ka mësu, nuk ka dit.
Dhe sipas rëndësisë diturisë që jep fesë, çash ki fe. Çash sa ki diturin fe, çash sa njeh argumentet çash ki fe. Çash sa je ul me mësua fe, çash ki fe. Se për me mësua çështjet e dunjos, ato do të më mësua normal. Ama ato janë mas fesë. Se me çështjet e dunjos nuk shon në xhenet. Çështja e parë është çështja e fesë. Në veçanti çështjet të cilat janë domosdoshmëri. Për shkak se në fe ka disa gjona, ka prej diturisë fetare që është domosdoshme. Nëse se hiqa diturisë je musliman. Shumë dituri tjera ka mësu, dorës 2, dorës 3, dorës 10, a nuk ka mësu diturit cilat janë domosdoshme për më konë feja këti e pranume. E sot e shifni polemikat që bërë mes Ehlusunnetit dhe grupeve të devijuara, shumica e polemikave bërë për shkak mos njohurive, për shkak mos diturisë. Se grupet si murxhit e tjera devijum nuk i kanë mësuar argumentet as diturin e cila është e domosdoshme në fe. Kur nuk i kanë mësuar atë që është diturin që është e domosdoshme në fe, se kanë mësuar ato. As nuk i kanë mësuar veprat të cilat e prishin fen, kanë hije me vetet të tyre në përpunë, cilat e nxjerrin njërin për feje. Kjo e ka mësuar namazin, tamam, falet. E ka mësuar agjërimin, e ka mësuar zeqatin, e ka mësuar haxhin, i ka mësuar disa rregulla. Edhe falet, edhe agjëron, edhe kryen haxh. Por nuk i ka mësuar rregullat e besimit, rregullat e imanit. Megjithëse falet, e i bën punë të mira, me vetën e vetë gjendën punën e kufrit e të shirkut, se ka mësuar këtë punë. Kur t'i shpjegohet nga ana e Ehlusunnetit se ky personi është kafir, atëre i nxjerrë argumentet e pakta që i ka, shumë të vogla, edhe arsyeton kufrin e vet dhe e nxjerr për Ehlusunnetit atë që e ka sqaruar kufrin e vërtet, duke e quajtur Khawarij. Është e qartë. E përsërisim edhe ne, e rëndësishme. Por shkak se nuk i kanë mësuar fen, çështjet e domosdoshme në fe, nuk i kanë mësuar. E kanë mësuar fen vetëm në aspektin praktik. E kanë mësuar namazin, që shfalet, e kanë mësuar agjërimin, e kanë mësuar zeqatin, haxhin e tjera. Edhe i punon që ato, me që i kanë mësuar i punon. Nuk ka mësuar çështjet e domosdoshme në fe në aspektin e besimit, cila aprish imanin, cila nuk bën imanin nëse nuk është e, nuk i ka mësuar këtu. Se ose i kanë thonë në gjallarët e vetë se këto janë trona, do të më mësuar mëse që të vdes njëri, ose i ka dalëzuar se këto mesele nuk të vynë tyje se do të me kalua periudhë njëre, ose vetë ka pas frikë me mësuar këtë çështje, se ka ditë se pastaj do të munon për disa veprave, do të munon për disa fjalëve, do të më largu për disa punëve, në ashta humë në karrierën, në jetën e vetë të ngjashme, e rëndësishme që nuk i ka mësuar. Ky e fal namazin, shkon haxh, i jep zeqat, agjëran e tjera, po punon punën e kufrit. Nxjerr ligje, sikur që nxjerr Allahu subhanahu wa taala, bën halal dhe harame. Nuk distancohet prej kufrit, nuk bën kufër bit tagut, nuk e mohon tagutin. I ka miq ata, ja mison ata që janë muslimanë të ngjashme. Tash kur vjen dikush për Ehlusunnetit që sqaron, i ka mësuar këto mesele, alhamdulillah, edhe sqaron se që kjo punë është vepër e kufrit. Jo se po them unë, po për shkak se filoni për ulemove, në komentin e këtyre ajeteve, në kuptimin e sahabëve ka thënë kështu. Çka thonë ata? A thonë kjo është Khawarij. Pse i thot kafir atina që fal namaz? Po kjo ka shumë e normalshme. Të selef gjithmonë pse fal namaz, nëse e bën kufrin, e ka kufrin me vete, namazi nuk i jep imunitet atina. Nëse e fal namazin, por nuk i ka njohuri të domosdoshme, edhe me veten e vet, me trupin e vet, me punët e vet arshit me kufrit, jo konë çështje e ditshme të selef se e kanë nxjerrë njërin prej feje. Për të dituria, në veçanti dituria e cila është domosdoshme, ato do të mësu patjetër gjithsesi musliman. Çka duhet për me plotësua fen, çka është paqare për më kon feja pranume, edhe prej çka duhet domosdoshmë mu largua për shkak se nëse bim to e prish me fen, do të më dinë gjithsesi për muslimanëve. Për shkak se është në xhenet ose në xhenem për gjithmonë. Lloji i dytë i diturisë fetare është dituria obligative por jo domosdoshme. Do thonë është çështja, është ndalesë
ose është urdhënesë, po veprimi asaj nëse është ndalesë, edhe mos veprimi asaj nëse është urdhënesë, nuk e nxjerr njërin prej feje. Po personi që e bën atë është gjinaqar. Atëherë këtë detyri, kjo nuk është sikur lloji i parë i detyrisë, por këtë detyri edhe këta duhet të mësue besimtar për shkak se e ruajnë veten e vet prej gjunave e prej harame. Pastaj vjen detyria lloji i tretë i detyrisë, detyria plotësuese për çështjet të cilat nuk janë domosdoshme në fe, as për çështjet të cilat nuk janë obligative, por për çështjet të cilat janë të mira dhe të dobishme. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua, kur ka shkruar këtë libër, u ka në Burg, në Egjipt. Dhe vetëm një krahasim. Dietarët e selefit, dietarët e gjeneratave të para, e kanë mësuar fen çaq mirë, sa që kur kanë hyrë në Burg, nuk kanë pas nevojë më për libra, por me shkruar detyrinë që kanë mësuar. S'ka pas nevojë për libra, më kthej me kështu që ka jetë në sura. S'ka pas nevojë, se ka ditë. Më kthej me kështu që hadith, në cilin kush e ka transmetuar, s'ka pas nevojë, ka ditë. Por ato Ibn Taymija dhe që nuk kanë ndodhur me Ibn Taymijen, po me dietarë të tjerë, të lefit, se të janë sprovuar me burgje, e kanë shkruar libra të shumicën e librave Ibn Taymija shumë në Burg. E Majmuatul Fatawa që ka librin më të mëdhajve, e ka shkruar duke qenë në Burg. E saksimin e haditheve, e komentin e ajeteve, e ajetet më projektës flasmi, e ka ditë përmensh. E këtë dituri, e ka mësua për më herët, kër e ka dhonë Allah subhanahu wa taala mësim, e kër është sprovua, më nuk ka pas nevoj për referenca, më këthyje me këshyrë se cilat qështje janë sakta, cilat qështje nuk janë sakta. Ta është dalimi mes atyve dhe neve, ai nuk i ka pas librat me vete hirq, edhe ka shkrua prej librave më të rëndësishme në fe, pa i pas librat. Na tu i pas librat që ai i ka shkrua, tu i pas librat para durve, nuk i dim meselet cilat i kena të shkrume, e kena në sobat të tona, e kena në shpijat të tona. Atëre qysh do më arsjetua dikush tash me ignorancë? Qysh më arsjetua? Qysh më arsjetua vetën e vetë me pa dituri, me ignorancë? Pse? Se se ka mësue. Po pse nuk e ka mësue? Se ka pritu për çka që? Për to pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith, kur shpjegon për natën e vorrit. Se nata e vorrit, para të pyetje që kam ne bëu Allahu subhanahu wa taala që i çon me lek, janë pyetje të cilat kanë bën me dituri. Hadithi, cilë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur vdes dikush prej juve, e shtin varr, vijnë me lajket e ulin në atë metodë që i përshtatet atina, edhe e pyesin. Ç'a pyesin? Pyetja e parë, i thonë kush është Zoti jot, apo? Ku më ditë që kush është Zoti? Ku e di kush është Allah? Se ky se ka mësue besimin në Allah. Ku ka mësue? Si ka mësue cilësitë e Allah subhanahu wa taala. Se ka mësua ato që ka mohu Allah për vetën e vetë, se ka mësua ato që ka pohu Allah për vetën e vetë. Se si ka ditë, kush është Zotë jotë nuk e di. Kush është pejgamberi jotë, alayhi salatu wassalam, nuk e di. Por që ta shifni tash, me morë, përveç atyre të cilët i ka mëshirua Allah subhanahu wa taala, me morë një musliman, edhe me aboha 20 pyetje rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kap me pyet një musliman që falet që 5 vjet, që 10 vjet. Edhe më apo 20 pyetje rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çish është që kjo? Çish shkon që kjo? Çish shkon që kjo tjetra? Çish shkon kjo tjetra? Shkon kjo tjetra, 20 pyetje. Edhe gjithsesi secili për juve kur shon të shtëpia vet teston e veten juve vet, për vete. Bëni mend, sa përgjigje ti i din rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me ti bë pyetje, me ti thon pyetje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa përgjigje i din? Me të vetë ty se qysh i ka shpallë e pejgamberit alayhi sallam, me shka u shkoni ngarkun pejgamberi alayhi sallam me komunikim e shpallës, qysh ja ka mësuar muslimanëve shpallët, cilat çështje është obliguar me mësuar domosdo, qysh është duk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh ka bën namazin e vet, çka ka bën ato, çka ka bën këto, çka ka mësuar besimin, çka ka mësuar kufrin mbi tagut të tjera, bënia vetes pyetjet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mendoj se kur ti ish në varr e të pyesin me lajket, kush është ky njeri që është dërguar te ju për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka kimi thon. Aty nuk është në pyetje vetëm me të pyetur kush është Zoti jot Allah. Pejgamberi Muhamedi. Ha? Libra jote kush është Kur'ani, çkaç? Nuk është çkaç. Por pyetjet të cilat bën me ditë përgjigjet me dituri. Por çdo munafik dhe din se Zoti është Allah.
Edhe e dim se Muhamedi alayhi sallam u shkon pejgamber. Edhe e din se Kur'ani u kon libër. E din ata. Bile munafik në këtë dynjë i nduk më të aftë se sa muslimanët. Wa idha qil, ka thonë Allah subhanahu wa taala, kur të folin ata, tasma'u li qawlihim, ata kanë folë shumë në nivelet të larta. Kur që si kanë ditë argumentet, i kanë ditë. Kur të hinë varta pyet Allah, kush është Zoti, ata nuk e di. Kush është pejgamberi, ata kanë thonë, e kom një të thonë Muhamedi, kush është libra jote, thëshin Kur'anin, ama kë nuk e din. Rreth Kur'anit, banja vetes tonë 20 pyetje. A din me i dhonë përgjigje për veten tonë, ti vetes tonë banja kush është në shtëpia 20 pyetje. Rreth Kur'anit a din me i dhonë përgjigje. Për mos më thonë se na shtesdimi i bën 20 pyetje, e kjo qëndron shumë real, se i bën 20 pyetje rreth Kur'anit. Me çet nivel që e kanë, tash që e kena është e vështirë. E mos folëm më për përgjigjet. Por to, ai që nuk e ka mësuar diturinë, edhe ka mundësi me mësuar tash, se nuk ka asnjë arsye për njerëzit që nuk mësojnë fen tash. Nuk ka arsye se mund me mësuar. Atëre nuk metet ose me mësuar fen e me shpëtuar me këtë mësim, ose mos me mësuar fen e me humbën ditën e Kiametit. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në këtë libër që e ka përmendur edhe Ibn Rajab al-Hanbali, edhe Imam Nawawi, edhe dietar tjerë të mëdhaj sunetit, që ka përfshirë çështjet më kryesore të fesë. Edhe çështja ose përmbledhja më kryesore që ka ndonë, ulemat kanë thonë se Ibn Taymiyah me këtë libër ka dashur me u shpjeguar, me u shkruar muslimanëve se është e domosdoshme përcjellja pasimi i Kur'anit dhe i Sunetit në çështjet e besimit, në çështjet e veprave, në çështjen e ibadeteve. Me krejt këtë libër që e ka shkruar, ne do të më përmendim pjesë për cilave inshallah kemi përfituar në ditë ardhshme, por për mbledhja e këtij libri, ose Sheikhul Islam Ibn Taymiyah do më tregu muslimanëve se është e domosdoshme pasimi i Kur'anit dhe i Sunetit në meselet e besimit, në çështjet e veprave, në çështjet e ibadeteve. Nëse çdo e arrin muslimani, e ka shpëtuar veten e vet. Nëse në besimin e vet, krejt çka ka besim, çka ka iman, e ka të mbështetur në Kur'anin dhe Sunet. Edhe krejt çka ka vepra, i ka të mbështetur në Kur'anin dhe Sunet, çështjet e dunjos. Edhe krejt çka ka ibadete, i ka të mbështetur në Kur'anin dhe Sunet. Atëherë ky njeri ka shpëtuar. Që kjo është shpëtimi, ai që fen e vet nuk fol diçka përveç se me argument. Që kjo çështje e besimit është çështu, argument për të cilën është ç'kjo. Që kjo çështje me punuar çështu, argument se është ç'kjo. A çështu shpëtojnë e Suneti, ose që kjo është rruga e Sunetit të xhamatit. Tjetër rrugë nëse pasohet është rruga e devijumve. Edhe selef kur kanë folur për çështjet e fesë, kanë folur shkurt përpara. Kur kanë pyet për çështjet e fesë, janë përgjigj shkurt. Ç'kjo është që kështu? Për shkak se argumenti ka ardhur ç'kjo. Ç'kjo është që kështu? Për shkak se hadith ka ardhur ç'kjo. I kanë shumë të shkurtë edhe të qartë. Tash kur pyetet dikush për xhallarëve të devijum, çka bën? Një 10 minuta sillet. Bjen fjalë çka nuk janë kuish në Kur'an, as në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E merr shembull me banesa, me ndërtesa, me kirre, e me rrugë, me çështje merr shembull, veç me hutue menen e njerëzit, edhe në fund e jep një farë dispozite që edhe llogaritet shumë i dishëm kë, që metet me kuptuar se nuk ka anua as ka kjaon, e çun vetën se ka qëlluar duke qenë mesatar. E kjo mashtrim. Kur pyetet dikush për çështjen fetare, nëse e din atë çështja fetare patjetër duhet me pas argument. S'ka mundësi ndonjë çështje fetare mos me pas argument. Veç aty çështjet madhore. Krejt kanë argumente. Argument që ka në Kur'an ose në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe kur pyetet dikush do të shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Kjo është shumë për shkak se kështu është argumenti. S'ka nevojë me sill, e me nxjerr fjalë vetëm me bë sa më tepër, me nxjerr pika rregulla për mendes vet, veç me i mashtruar njerëzit me kujtuar dikush se kjo është të folë diçka mirë, në realitet nuk ka folë kurrë. Atëherë, qëllimi është se ne duhet me pasua Kur'anin
e sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam në çështjet e besimit, në një, në çështjet e ibadeteve, në dy, në çështjet e veprave në përgjithësi, në tre. Dhe kjo është përmbledhja e librit. Kurse ndarja e librit në kapituj, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ka filluar me këtë libër duke shpjeguar besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ton pjesa e parë me mësua kuptimet ajeteve që i ka prua Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e që kanë të bëjnë me çështjet e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është më e rëndësishme. Nuk i kupton ajetet të cilat kanë të bëjnë me çështjet e besimit në Allahun subhanahu wa taala, të çështjet tjera pse i mësua këto s'u bëjnë dobi kur gjëj. Dhe çështjet meselet e fesë do të më quajë marrën. Çështja e parë e fesë është çështja e besimit. Çështja e parë e fesë është çështja e besimit. Nëse shkojmë sipas metodës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur këtë metodë, jo pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur e ka thënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Mekë pejgamber, cilat çështje i ka mësuar më së pari pejgamberi alayhi salatu wasalam me sahabët? A ka qenë edukata? Se tash mbo praktikisht sufi, sikur sufit. Nuk e mësojnë xhamatë vetë kur gjë, veç çish me i bë pula. Do thonë me thon, nëse të shkel dikush, mos vërtet shumë se më aktiv kur forës më. Më mësua vetëm ata që është pamje jashtme duhet, por dukme jashtme veprat të tua kur gjë tjetër. A shokët e pejgamberit alayhi sallam nuk kanë pas të prioritet. Edhe pejgamberi alayhi sallam. Çështja e parë që kanë mësuar sahabët e shokët e pejgamberit alayhi sallam ngon çështën e imanit, çështën e besimit. Ato jo me pak vite, po 13 vjet duke qenë pejgamberi alayhi sallam me Mekë. Në çështjet e para që i kanë mësuar sahabët shokët e pejgamberit alayhi sallam, i ngon çështjet e fesë, çështjet e besimit, çështjet e akidës. Ato kanë qenë 13 vjet. Pastaj kur kanë shkuar në Medinë, i nbon obligim agjërimi, zakati, mirësjellja, trashëgimia, çështjet e tjera, masi që u mësua imani. Se shka i vjen mja shpjeguar dikuna çështën e agjërimit, kurse kjo se ka ndrejur çështën e imanit. Jam ia shpjeguar çështën e xhihadit të imanit se ka mësuar. Jam ia shpjeguar çështjet e tjera Allahun e haramin, a ky nuk Allah nuk është të e di se për shka të bë fjalë. Allah nuk është të e di se këto urdhra, këto ndalesa është i dhënë Allahu subhanahu wa taala. Por të kur shpjeguan tash meselet e fesë, çështjet e fesë, çështjet e besimit, ata të cilët nuk kanë shkuar këtë rrugë, nuk kanë mësuar imanin në fillim, por në fillim e kanë mësuar fikun. Edhe vazhdojnë me mësuar fikun që 15 vjet, që 20 vjet, edhe se kanë jetë me nxjerr xhamatet e tyre, azvetit e tyre për këtyre meseleve, se që këto për ju duken më lehtë më mirë, kur ja shpjegon dikur çështjet e akides, çështjet e imanit, thonë jo, këto janë për çështjeve të xhawarixhve, ose janë për çështjeve që duhet më mësuar më vonë. Kur më mësuar këto më vonë? Në çështja e parë që duhet më mësuar është çështja të cilat kanë bëjnë me besimin. Edhe dinë se nëse besimi është në rregull, nëse imani është në rregull, edhe me pas gjënoa shpëton ditën e Kiametit. Nëse besimi, imani është në rregull, edhe nëse ka robi gjënoa shpëton ditën e Kiametit, nuk hin xhenem për gjithmonë. Nëse besimi nuk ka në rregull, asnjë gjëna mos ta kenë, ai ka më hien xhenem për gjithmonë. Jashtë besimit të këtë fjalë. Është rujt për harameve, e ka rujt të shiqimin e vetë, e ka rujt gjuhën e vetë, e ka ndërrujt ndëgjimin e vetë, e ka rujt nderën e vetë, e ka falë namazin rregullisht, e ka bërë agjërimin rregullisht, ama kufrin e ka pas me vete, si bën punë çto veprat e mira kur që ditë Kiametit. Edhe nëse nuk e ka asnjë gjëna, kësaj natyre hin xhenem nuk del për xhenemit kur. Atëherë na jena të interesuar me mësuar diçka e cila ka më na shpëtuar ditën e Kiametit. Edhe çështja e parë e mësimit është çështja e besimit, normal, çështja e besimit bën pjesë më së pari, çështja e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Pjesa e dytë ose tematika e dytë që ka shqetësuar Ibn Taymiyah në këtë libër Allahu subhanahu wa taala pas shkruar është fitnja ose mosmarrveshjet që ndodhin mesin e muslimanëve. Çështja e parë, çështja e besimit. Veçanti besimi në Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë pikë kemi pasur në ligjëratat e para. Çështja e dytë, fitnet, përçarjet mesin e muslimanëve.
Se ato kanë ndodhur edhe kanë ndodhur vazhdimisht deri në ditën e Kiametit. E besimtarit do të mëkoni përgatitur që këtë ndodhin fitnja, këtë ndodhin përçarja shka më bo. Nëse kur se ka dy njohurin, kur se ka diturin, ndodhin fitnja edhe me se musliman nuk dim të shka u pështjel bura kësë dim shka më bo. Po s'di shka më bo se ke mësua ti ma heret që kur ndodhin përçarja ti ka dushmushku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka zbrit ajeti Allahu subhanahu wa ta'ala të duhe al-Qadir, Allahu subhanahu wa ta'ala është i fuqishëm, ka mundësi mi ulshua dënim për e qilë, mi u shkatrua kajme, ka mundësi Allah më në ulshua një dënim për e qilë, e më në shkatrua kanja, mos më metë asë në. Dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, au min tahti rjulikum, e ka mundësi mi ulshua dënim për i nërë toke, e mos më lëm asë njëri, e u jelbise këm shian, ose ka mundësi Allah subhanahu wa ta'ala mi ulshua për qamjen mes vete. Kur ka një këta jetë, pejgamberi alayhi sallam që ka zbrit, ka bon doa gjithë natën. Të lutë Allah subhanahu wa ta'ala, mos e shkatroj metin tem me dënim për qeli, mos e shkatroj metin tem me dënim për poshti, edhe mos e lë metin tem me u përqa. E në fund, thot pejgamberi alayhi sallam e kum lutë Allah subhanahu wa ta'ala gjithë natën për 3 çështje. 2 mi ka pranu, një nuk e ka pranu. E ka pranu doon Allah pejgamberit alayhi sallam, mos me përqa, mos me shkatru metin me dënim për qili, komplet. Edhe nuk shkatru të metin Muhammedit a.s. komplet për qili kur. Edhe ka pranu Allah subhanahu wa ta'ala duar që nuk ka me shkatru këtë metin e Muhammedit a.s. tërsi me ndoni dënim që i vjen për në tonë. Këto ka garanci. Tretë do të pejgamberi se nuk ka pranu. Që nuk përqahen musliman në mësveti nuk ka pranu. Kjo doa nuk është pranu, që do më thonë se emeti i Muhammedit a.s. ka mu përqa. Atëre kur përqanë ti shka dush me mu. Ti ku ki mu konë. Dhe sahabe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendte fitnet, përqaret mesin e sahabët cilën pyetje kanë mu. Ka thonë, na shka me bua ditja Rasulullah. Shko kon interesimi i sahabëve, kanë mu përqa musliman 73 grupe. Se jahudit të ndonë 71 grup, e krishterët të ndonë 72 grupe, e kjo i med ka mu përqanë 73 grupe. Kulluhum finnar, kretë kanë me hinë zjarë, përveç një grupi. Atër sahabët me njerë në interesuar, ja Rasulullah, na shë dhëtë me bo. Qysh është qaj grupi që s'ka me hinë zjarë? Qëfar cilësi këta kanë që ta njerës që s'pas kanë me hinë zjarë? Qëfar pun kanë ta njerës që s'kanë me hinë zjarë? Cilën anë do të me mojtë kur të përqarë musliman, ka do të me shkuë? Po të si kemë suktu më sire se din. Për këto, kë libër, ka rëndësirën e veçanë, përshka këse në mesin e vetë, ose në rëndësirën e këti libri, është edhe zgjidhja, ose në argumentet, të cilat të tregojnë, që ka sillë Allah argumentet në Kur'an, e pejgamberi alayhi sallam hadith, e që kanë zirë sahabët kuptimi i këtyre argumenteve, nga shokët e pejgamberit alayhi sallam, që kur të ndodhin fitnet, përçarjet mes muslimanëve çka do të bëna. Nga se gjithmonë kur të ndodhin përçarjet mes muslimanëve, dikush e ka mirë. Nuk është më shumë mos u bos mirë. Kur të ndodhin fitnet, kur të ndodhin përçarjet mes muslimanëve, dikush e ka mirë. S'ka mos i këtë grupën me pas keq, e ka një mirë. Dhe për këto ka dhënë garanci pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin cilin thot la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala al-haq. Një grup e umetit tem ka më konë gjithmonë hak. Më thonë sa herët që përqohen musliman, një grup dikush është në hak gjithsesi. Atëherë duhet me këshirë, se qëfar cilësi duhet me pas, këj grupër më konë hak. Dhe cila e ka shku në men, tash, e ka shku në men, se me përkraju qëtë grup, a më konë pjesë e qëti grupi. Dhe nivelli i parë është me kujtua që ti e vetë pjesë e qëti grupi. Kjo nivelli i parë, ma i mire. Nivelli dytë, pak të nëse si e vetë i qëti grupi, më konë për njerëve që e mojnë anën e këti grupi. Dhe të thështë në ulemat e selefe, për aty në Imam Shafiu, thështë uhibbu salihin, u alestu minhum, i duhe njerëzit e mirë, edhe pse une vetë nuk jam sikur që jënë ata. A më thonë nëse s'ki mundësi, më konë të grupi i hudhës drejt, të grupi i ndihmu me grupi i shpëtu, e grupi i cili s'ka më mërzitën as me qëfarve, as me munafikve, as me kërkuna heqë, nëse si e në pjesë e që ti grupi vetë,
të e zhvillue fejnë mresh një grupi, atëre të paktën banu për atyre cilët e din me përkra këtë grup. Din me folë mirë për shta njerëz. Din me ju ndihmu është në njerëzve. Din me kundërshtua ata cilët i kundërshtojnë këta njerëz. Pra çështja e dytë, ose pjesa e dytë e këtë ligjëratave në këtë libër, do të jetë çështja e fitneve, e përçarjeve në mesin e muslimanëve, edhe qysh është rrugdalja, ose qysh duhet më gjetë na, nëse na se t'jem gjallë përçohen muslimanë në zvit. Çështja e tretë, kjo ka shqelluar me të mirë këtë libër, është çështja e grupeve të devijuara, sigurisht e sharit, e maturidit, e sufit, e grupet të tjera të ngjashme të devijuar, që kanë devijuar fenë e vetë duke u thirrë në emër të Islamit. Dhe i nxjerr Sheikhul Islam Ibn Taymija argumentet të fuqishme që para tyre, domethënë, dorëzohen ata të cilët e kanë devijuar fenë e vet, edhe e qet në shesh atë që e kanë manipuluar ose e kanë mbështetur në mesin e popullit. Çështja e tretë në këtë libër që ka përmendur Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas mëshiruar, është çështja e urdhit për të mirë e ndalimit nga keqja. Al-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Me urdhënua për mirë e me ndalua nga keqja. Se kjo është detyrë për gjithë secilin musliman, detyrë e harume. Detyrë që kanë haruar musliman të shtëpiat e vetë. E kanë haruar musliman për fëmijët e vet. Baba i shef fëmijët e vet të bëjnë haram s'for. Sigur se ka detyrë këto. E shef që nuk e kryen obligimin, detyrën, farzën, s'for. Sigur se ka detyrë. A kjo është detyrë për muslimanët edhe në rrugë, edhe me njerëz që si njeh hiç, e shef të bëjnë haram dikun, të më thonë, shej të bëjnë kjo, a di se kjo punë është haram. E tash, kjo, te musliman kjo është punë e harume, urdhni për të mirë, edhe ndalimi nga keqja, te musliman tash për tash, është urdhër prej urdhave të haruar, përveç atij të cilin e ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Veç rrallë dikon që ka quë Allahu subhanahu wa taala rahmet. Bile, jo se urdhnon dikush për muslimanë për mirë ndalën nga keqja, po urdhni për të mirë ndalimi nga keqja llogaritet tash si vepër e keqe. Urdhni për të mirë, me dalë në rrugë, e me pa njerëzit të bëjnë haram, vjen dikush që fol, ti jo që je që i fol atëve, po kur tani shto që i fol ti ngushtohesh. Ty të vjen keq, do të thonë urdhni për të mirë ndalimi nga keqja, jo që është bëu tash që është punë që kryhet për muslimanëve, po është një punë i vepër që marrohen, i vjen marrë muslimanëve me kry këtë punë. Ati që i bën haramet, ati si vjen marrë. Ai e bën haramin në rrugë. E bën haramin në vend publike. E thirr në haram, ti veç me i thonë se që kjo që po thuhet ti është keq, ose që kjo që po punon ti është haram, ty të vjen marrë. Dhe kjo ndodh me shumë prej muslimanëve. Shifni në shpesh pyetjet të cilat më vijnë, nuk mund me fal namazin thotë se jam në shkollë. Po mirë, a ki pushim në shkollë? Atman të lkuar mësim, ja ka pushim. E pse s'falesh në pushim? Kur ki pushim 5 minuta, 10 minuta, pse s'fal? Shku më fal, s'kam xhami në shkollë. Pa xhamia s'më rrot në shkollë ty, a mundesh më fal në klasë, po krejt më shohin. Domethënë, çështja me të pa dikush, tu fal, është morre, o bo morre tash. A me të pa dikush tu bo haram? Kur që kërkuna? Thonë se dikush në rrugë del bën haram, e bën haram ata, e shohin njerëzit, kur që? As ti fol kërkush kundra? Me shkuar më falë në rrugë, ti namaz më që më falë në rrugë, që aty ku i bën ata haramet, me dalë ti, me bën namazin, krejt në orën të këshyre. A është që kjo qështu? Me thonë, kur ta bën aj haramin në rrugë atje, kur që kërkuna, me dalë ti urdhin namazin me marë që aty në rrugë, për shkak se muslimanët e kanë prunë vetën e vetë në këtë ditë, atëre bëhat harami, bëhat i mirë, veprimi haramit bëhat vepër e mirë të sytë e njerëzve, e veprimi i ibadeteve bëhat vepër e rëndë të sytë e njerëzve. Pas urdhit për të mirë e ndalimin nga keqja, Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala mëshiroft, e pas mëshiruar ka folur për një çështje e cila është e rëndësishme në aspektin e moralit, në aspektin e besimit, ajo është çështja e xhelozisë. Se edhe kjo cilësi ka humbur për shumicën e muslimanëve. Xhelozia për fe
xhelozia për gjenoha, e xhelozia për mosbatimin e urdhave të Allahut subhanahu wa taala, derisa xhelozia për nderin e vet e familjes vet. Dhe besimtari, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, besimtari duhet të qenë xheloz. Me rregullat normal që i ka prua Allahu e pejgamberi alayhi wasallam, jo më kon njëri tren, po me xhelozue nëse e shef dikon të i thyë urdhat e Allahut. Me xhelozue nëse dikush nuk i punon veprat e Allahut, urdhat. Me xhelozue nëse dikush e prek nderin e dikujt apo folë për nderin tonë. Me xhelozu ti për nderin tonë, e për nderin e fëmijëve tu, e për nderin e gruas tonë, e gruaja jote për nderin tonë e fëmijëve vet. Nuk më pasinoti. Nëse këto çështje janë të shënta, nderi muslimonit, pasunia muslimonit, e gjaku muslimonit është i shëntë. Nëse mirë ta nga përkohë, nuk intereson kërkuna, derisa nuk intereson as personit për nderin e familjes vet. Atëre pejgamberi alayhi wasallam dhe njerëz i ka thujt të judh, njerëz pist, njerëz të fliqur, të cilët nuk hinë në xhenet as që e nin erën e xhenetit. Pastaj Sheikhul Islam Allah subhanahu wa taala mos më shruo, ka folur për disa bidate të cilat i kanë sjell sufit, e kanë sjell grupet të devijuar që kanë të bëjnë me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ose që kanë të bëjnë me raportet e robit me Allahun subhanahu wa taala, ose Allahu subhanahu wa taala ata që e ka obliguar vetes vet me robët e vet. Kjo përafërsisht ose përgjithësi është libri që kena më shqetësuar ditë të dashme inshallah, çdo natë mos më mos tjacis. Lutë Allah subhanahu wa taala që na forcoj të më memrie me prezantuar dhe përfunduar këtë libër, ashtu që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me neve mas mësimeve. Normal ka më pas një pjesë me këtë përgjigje, pastaj kam munduar të mësoj Kur'an, për ata që nuk dinë me lexu Kur'an, apo për ata që dinë, po më mësoj rregullat e Kur'anit. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.